Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha sulmon nga Elbasani rivalin e tij politik kryeministrin Edi Rama. Sipas liderit të opozitës, Rama nuk i mbulon dot premtimet e pambajtura këto 4 vjet, dhe edhe fushata elektorale socialiste është thjesht një tymnaj për të gënjur popullin. Nuk i lan dot zullumet dhe gjunahet në këto 4 vite. Braktisjen e premtimeve, gjendjen e mjeruar të ekonomisë, duke u fërkuar pas Republikës së Re, pas Partisë Demokratike apo pas meje Edi Rama. Mbaj e bente që të them. Ti të thua është nga mëngjesit deri ndarkë që jam çuni mirë, Elbasanli dhe gjithë shqiptarët e dinë që jam çuni mirë. Po nuk jam thjesht çuni mirë, jam më i miri në këtë garë me planin më të mirë, me vendospërinë për ta nxjerrë Shqipërinë nga kriza. Lulzim Basha shpalosi përballë grave dhe vajzave të Elbasanit programin ekonomik që sipas tij do të rrisë punësimin. Ndërsa Partia Demokratike dhe unë vim me një plan ekonomik. Asnjë aspekt i këtij plani nuk është premtim elektoral, po është pjesë e një tërësie masash të cilat kanë një qëllim, të ndezin motorët e ekonomisë. Nuk kanë qëllim timonin për Lul Bashën, por motorin e ekonomisë për gjithë shqiptarët e natyrisht edhe për gratë dhe vajzat shqiptare. Ky është një plan ekonomik që ka vullat e ekspertëve më të njohur ekonomik Gjermanisë. Basha ka kritikuar edhe programin ekonomik të qeverisë dhe ka theksuar se për shkak të krizës ekonomike është rritur edhe numri i divorceve apo vajzave që nuk mund të shkollohen dot.